Oferta e Partisë Socialiste për një ulse të sigurt në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit solli dorëheqje të njëpasnjëshme të kryebashkiakëve Ervin Demo, Agron Malaj dhe Tërmet Peçi, një ditë para mbylljes së afatit për dorëzimin e listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari i Bashkisë së Beratit, një herësh drejtues politik i qarkut Ervin Demo, pritet të jetë në listën e sigurt të Partisë Socialiste, sipas formulës së kryetarit të partisë Edi Rama, që figurat pas një mandat në kuvend dhe drejtuesit e qarqeve të jenë në fushë të sigurt. Kryetari i Bashkisë së Tepelenës, Tërmet Peçi, synon karrierën parlamentare, pasi është në pamundësi të rikandidimit për kryetar bashkie. Mandati i tij përfundon në vitin 2027 dhe sipas ligjit për vetëqeverisjen vendore, kryetari i bashkisë mund të zgjidhet dhe të ushtrojë vetëm 3 mandate të njëpasnjëshme në krye të bashkisë. Pra Pesi nuk mund të kandidojë më përsëri për kryetar bashkie në Tepelen, detyrë që e ushtron prej vitit 2011. Në pamundësi për të gjetur një figurë të re me ndikim në elektorat, socialistët zgjodhën të kandidojnë kryetarin e Bashkisë së Matit, Agron Malaj, në qarkun e Dibrës. Ky i fundit do dorëheqet nga detyra dhe parashikohet që këtë të mërkur të mblidhet Këshilli Bashkiak. Mesnata e 12 marsit do të vullos përfundimisht emrat e kandidatëve të Partisë Socialiste për parlamentaret e 11 majit. Zotimi Ramës për rifreskimin e grupit parlamentar pritet të lërë në listë të hapur senatorët e kësaj force politike, të cilët do duhet të zgjedhin mes qëndrimit në listë të hapur apo tërheqjes nga gara. I pari që paralajmëroi tërheqjen nga gara ishte Petro Koçi, por listat e rezervojnë surpriza. Paraditën e së mërkurës, Rama cakton përfaqësuesit e diasporës në listën e kandidatëve për të vjuar më pas me takimin e kryesisë pasdite, ku në përfundim çdo drejtues qarku do të dalë dhe do të publikojë emrat e kandidatëve.